Sa ftesa, ju shalut. Sa ftesa janë dërgu lidhës demokratike të Kosovës për bashkëpunim. Sa ftesa janë dërgu krejt partive politike nga zoti Kurti për takime, për me dal nga kjo citat. 9 herë Albin Kurti o taku me Fatmir Limën me qëllim që gjete si një konsenzusi për bashkët. Nuk është bë kjo punë, nuk ka pas vullnet. Prandaj, kur ju flisni se vetëvendosja nuk u kone interesume, unë me vërtet e kam... Kur ju thoni që kryeministri Kurti, Albin Kurti, kryetari vetëvendosjes, ose vetëvendosja, si fituesja e zgjedhjeve të nënshkurtit, nuk ka qenë interesume, ka shi krejt të refokteve që të rështova, për me bo qeverin, unë me të vërtet nuk vedi për çka po flasim. More, nuk po thamë që s'ka dashur në qeverin. Interesume, vërtet. Se nuk mundesh me fitu zgjedhjet, e Nora 11 më dalë me thonë këta e në hajvana. Falë. Ata njerëz janë fondicë, pavarësisht faktit që ju mund t'i shihni si makineri votuese, sepse Albini shumicën i sheh pak shumë çella, ka pas edhe matrona të kalume, nuk besoj që ka qenë që shumë defekt i madh. Po të tjerat be drenor ne kemi kritiku burr që janë 20 vjet dalin media. Jo, këto ne thash. Sot i kemi përballë VV, kur i pasëm ata të PDK-s anë kohë tashin gusni ata të VV-s, tash sot i kemi përballë VV, do ju sfidojmë, e kupton? Kur nisesh me analizë, kur nisemi kështu me detektuar. Jo sinqerisht po them. Pyetjet shohme, çfarë pak edhe tjetër. E kam bindjen e plot që mos hym tash në këtë ujna. Na po flasim për besoj që ka qenë problem fjalori për ofertë. Jo, fjalori kanë shkas. Që Albin Kurti vetëm s'me bë. Albin Kurti më pas se nisma ishte gazet Albin Kurti ç'është te kualiteti i ofertës, se po t'i ofronte kryeparlamentari nismës ne sot do të kishim. Albin Kurti nuk ka pas ofertë as për Fatmir Limën. Saktë, ka pasur mungesë ofertës. Na kemi informacione edhe për VV-s, edhe për nismës, atë çka kanë diskutuar ta kemë. Atë çka kanë diskutuar ta kemë, ka thonë është mirë me bë qeverin. Po. E folim, s'kem kur gjë për gut. Po diskutojmë për dorën. Ti ftesa për bashkëqeverisje vjen me do pushtetin ekzekutiv, po ai luk kjo kryetar kuvendit me 3 deputet. Unë bresha me 6 pim kafe. A bën ta dekonstruoj për çfarë kërkesa që kemi pas. Çka ka dashur me Albin Kurti? Është lyp vendi kryeparlamentarit, një prej 3 pozicione më të rëndësishme në shtetin e Kosovës me 3 deputet. S'është marrëveshje kjo. Ajo është mshela dhe më pak s'është marrëveshje kjo. Kjo nuk është logjika se si vetëvendosja e sheh bashkëpunimin ndërmjet partive politike. Kurti kur njëhet si ka ofruar nismës kur gjë. Do t'i marrë dhe ca komente nga drenori, pasaj kaloj tek Matoshi, do t'kem tek zonja Arbreshe dhe pasaj tek Matoshi. Drenori nuk ta kemë për ato se den. S'ke qenë ta kemë dhe besoj që Po asë dy nuk palë ma kanë e konfirmu, ty vesh njona palë. S'ka kallëzu sinqerisht, sigur. Është fakt që partitë ish opozitës e deri djeshme, prej fillimit, kanë qenë betonizume me qëllimin e vetëm mos me la Albin Kurti në kryeministër, për to është faktu, nuk e mohoj. Po pse Albin Kurti t'i pas 22.3% një mbështetje kaq të madhe të qytetarët, me leju që të lloj bllokade me u zhvillu kaq shumë gjatë e mos më dhoni zgjidhje. Mu kem shqetëson, sepse dhaj ty mendu kalkulimet e zgjedhjeve lokale. E kuptoj. Po e ka dëmtuar edhe ai vendin tyron Grack të këtyne. Nëse ti s'don me ardhur po të bëj ftesë, hajde bashkëpunojmë se me ranat që aty në 120 deputetëve të më gjetë votat. Me ranat 120 e the, nuk mujtëm. Hajde shkojmë zgjedhje zotrin, në prill, në maj shkojmë zgjedhje. Edhe këto e kemi Drenori, veç sa mu i kemi të humbuna prej gjykatës kushtetuese, të prit interpretimet e kërkesave që i qojshen deputet e kuvendit. Sepse keni kalkulu zoje dhe jo. Jo na, se nas ju kemi drejtu. Po, dëgjam, nëse ju keni ngull në kom në zonën Haxhiu, që është e drejt e pa kontestueshme, se jeni parti fituese, gjykata kushtetuese ja jepat mundësi, por që emrin s'po ja votojnë dhe ata nuk e kanë obligim domosdoshmërisht me votu. Këtu është nyja e cilën u zhdasht me u zgjidh. Këtu u zhdasht me u zgjidh nyja dhe jo sepse kanë kalkulu, çush ka kalkulu opozita, mos po përfitoj për situatës, i boft mirë ka kalkulu edhe zoti Kurti dhe vetëvendosja. Këtu kanë kalkulu krejt, po më fal, kalkulimin e kanë bërë pasër prej Albin Kurtit deri veç Fatmir Lima më thime se unë me sheve shpirt janë e jaknej, se i nënshtrojt një rreziku në zgjedhjen nëse s'bashkëpunon me dikën. Këtë kanë kalkulu zgjedhjet lokale dhe këto. Këto nuk mundet unë si qytetar që shoh prej një prizme tjetër, nuk e shoh. Pra, a është dash zoti Kurti me u bë kryeministër me që rezultat u zhdasht, unë mendoj që prap kanë gabu partitë opozitare dhe kam ju kushtuar. Unë pajtohem që vetëvendosja s'ka alternativë.
Nuk ka alternativë se thash, qytetarë është i ndomë, apo i këthen ata, e kuptuam, e the edhe me këtë drenore.